Belinda Balluku personalisht më ka lidhur pas karrigës, por më e rënda sipas meje në orvajtjen e prokurorit pranë kuvendit është diçka tjetër. Paraqitja e një incizimi të një bisede mes një të pandehure me një bashkëbiseduese. Ku e pandehura, sipas prokurorit, na qenë kesh kërcënuar. Dhe ku sipas shokëve të shit mandateve në atë procesu verbal, nuk përmend asgjë kundi në atë bisedë Belinda, ministria, titullaria, apo ndonjë gjë që duket si një kërcënim real. Tani, besojeni ose jo, unë vetë as nuk e kam dëgjuar, as nuk kam ndërmend ta dëgjoj këtë kërcënim të incizuar apo të lexoj proces verbalin. I kam të merr këto forma, po drejtësia ka detyrën e vet t'i përdori, që pas ka shtyr prokurorin të marrë gjitha do të përpjet dhe të vitë kërkoj nga Parlamenti i Shqipërisë arrestimin e një deputeteje e cila, një kujtesë e vogël këtu, është prindi vetëm i një vajze minorene, nuk po marr fare as për bazë faktin që këtë kërcënimin prokurori e kishte. Apo jo, e kishte. Edhe përpara se sa ta pezullonte ministre. Ndërkohë që e nxori vetëm kur ra masa e pezullimit. Duke e përdorur si rrethan rënduese për të kërkuar me çdo kusht arrestin në një turavrap i cili më shumë se sa një hap logjik i një procedure ku shfaqet një e dhënë e re, ngjan me një reagim emocional. Ndaj rrëzimit mas pezullimit nga gjykata kushtetuese. Po nëse unë nuk po them fare as që një thënie një të pandehuri në të njëjtin procedim nuk ka vlerën e dëshmisë. Dhe thëniet e tij merren me rezervë pasi nuk mund të konsiderohen si provë në kuptimin që ka prova në kodin penal. Dhe këtë e thot kodi, nuk e them unë, por nuk e quaj. Unë po e zë tani se e pandehura i thot bashkëbisedueses në telefon. Belinda Balluku personalisht më ka lidhur pas karrigës. Më ka vënë në fyt një thik që kishte edhe disa pika gjaku të tharë. Dhe më ka thënë do të të vras. Po nuk the kështu apo po nuk bëra ashtu. Unë po e marr që prokurorët kanë sjell këtë. Tani, a ka njeri të ma tregoj mua si mund të vihet në kuvendin e Shqipërisë me kaq? Me një muhabet të tillë telefoni, pa bër asnjë ballafaqim, pa bër asnjë kryqëzim dëshmish, pa bër asnjë verifikim kur ndodhi kjo thangmë, sado në mënyrë të tmerrshme të përshkruhet ajo në një bisedë telefonike mes dy grash, ose burrash, se burrat janë më të këqij se gratë kur flasin në telefon. Aq më tepër një i pandehur me një tjetër. Si u merr ka mbrapa hekurave kaq kollaj? Njeri, se folën dy veta në telefon. Edhe kjo është një provë e re që s'është as e re. Dhe kur mendoj që
vjet me këtë kollajllëk në kuvendin e Shqipërisë për të kërkuar kokën e një të zgjedhuri. Mbasi është bërë gjithçka për t'ia futur 7 pash, jo në ndhe, po në lum. Po një njeri i thjesht, një njeri i pambrojtur, një njeri që i ngec çara ngosht me kushërinë e një prokurori, për shembull. E parafitoni ju si mund të haj fletën e arrestit, surratit, me një logjikë rrafsh, si kjo? Dhe në fakt, kur shef këtë, aty e kupton konkretisht se si e hanë shumë njerëz në Shqipëri dhe se si përfaqen e zezë të autorëve të kësisoj përplasje shturive të fletëve të arrestit, Shqipëria është bërë delja e zezë e Këshillit të Evropës. Më shumë të burgosur pa gjyq, të cilët hanë e pinë me paratë e taksapaguzëve, ndërkohë që mund t'jenë atje komplet të pafajshëm, jetojnë pra në kurrizë të tjerëve, ndërkohë që mund t'ishin jashtë dhe të bënin punë dhe të mbanin veten e familjen, se sa të burgosur me gjyq. 58% janë kështu. Hajde ta fusim një herë, se na ka dalë një inqizim, se na ka ardhur një muhabet, se kemi parë ca mesazhe. Ku jemi këtu na? Po çfarë është një njeri i zgjedhur nga populli, apo një drejtues publik? Kokë për t'u marrë si trofe në pjatën e pazarit dhe për t'u shëtitur pazar në emër të drejtësisë dhe të luftës kundër korrupsionit, pasi është sakatuar dhe zhgarravitur parafrakisht. Grupi strukturuar kriminal, i tha gjykatësia prokurorit për Ilir Beqe, arbitri. Pra, lojtari përballë pretendon që ishte gol. Arbitri thot, nuk ishte një gol, ishin 2 gola. Dhe vari, gjykata e apelit, thot ishin 3 gola. Qa drejtësi është kjo? Qa gjykatës janë këta? Ra, grupi strukturuar, nuk është ekzistent. Atere, po Ilir Beqe? S'kam folur ndonjëherë për të, duke respektuar vijën e kuqe, po tani që ka një vendim, mbasi u ngrit dhe ul si organizatori një grupi strukturuar në të 700 tenxheret politike dhe mediatike, s'pas ka pas grup strukturuar. Në gjithë botën normale, prokurori kërkon, gjykatësi frenon. Ktu prokurori kërkon, gjykatësi vrapon. Po në emrin ton, jo. Me votën ton, jo. Herë tjetër, kur të vinë në kuvend për të kërkuar jo imunitetin, se dhe ky është një keq kuptim i madh. Nuk ka imunitet në Shqipëri ndaj hetimit. Nuk ka imunitet në Shqipëri ndaj përgjimit. Nuk ka imunitet në Shqipëri ndaj procesit penal për askënd nga ne që jemi këtu. Nuk ekziston imuniteti në Shqipëri siç e kanë në Gjermani, siç e kanë në Itali, siç e kanë në Francë, siç e kanë në thuajse të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Që nuk mundet dot të guxosh, ta zësh me gojë emrin e një deputeti, jo më të fillosh hetim, pa shkuar një në parlament, e të thuash, a më lejoni mua të merrem me këtë? Në Shqipërinë nuk e kemi. E kemi hequr me konsensus, mos gabohen,
në 2012. Ne kemi vetëm kufizimin ose jo të lirisë. Pra, një person hetohet në gjendje të lirë, apo një person çohet në burg me votën tonë. Dhe ne të ngrem dorën për të çuar në burg një deputet me këto argumente? Për çfarë jemi? Bashkautor në krijimin e popullit të paraburgosurve në Shqipëri. Dhe kur të vinë për të kërkuar heqjen e lirisë herë tjetër, prokurorët duhet vinë të armatosur me prova dhe të përgatitur si erdhën në 2 rastet e mëparshme. Për një rast kishin një provë që s'kishte çfarë thoshe fare, sepse deputeti nuk zbatonte vendimin e gjykatës në mënyrë përsëritur, për një rast tjetër kishin një mal me argumenta. Po t'i vish kuvendit me një proces verbal e një incizimi qesharak, një grua me 2 gra, për të legitimuar kërkesë ekstreme, arrest, pa gjyq. Duke na vënë në pozitë absurde ne, shumicën socialiste, që i kemi dhënë shpirtin betejës për reformën e drejtësisë, po i kemi vënë dispozicion dhe lëkurën drejtësisë pavarur. Bëni që kemi për të bërë. U është parë kjo forcë politike në historinë e Europës, të Europës. Hapini gazetat, lexoni çfarë thot motra ime atje për gjykatëse për prokurorët. Është vend i bëhes. Ama digniteti i parlamentit nuk ka dalë në pazarin e gjës gjallë. Nuk është me dorën tonë. Pastaj, se bëjnë 700 tenxheret për ne, ne se frenojmë dot se s'kemi çfarë bëjmë. Jemi vend i lirë, dekriminalizuam edhe shpifjen për tenxheret. Apo jo? Toni Gogu me Melinda Dhukën. Tani, unë e di shumë mirë që do thonë që nuk do thonë prap, po ata kur nuk kanë lënë dhe nuk do lënë gjë pa thënë në të gjitha rastet. Po ky është një qëndrim i prerë kundër dhënies së autorizimit për arrest të një deputete dhe është po aq parimor dhe i domosdoshëm sot sa që është edhe një qëndrim paralel i prerë në mbështetje plot drejtësisë për të hetuar, gjykuar, vendosur e pa trysnuar nga pushteti ekzekutiv apo shumica parlamentare. Mosdhënia e lejes për arrest nuk është trysni, është thjesht kryerja e detyrës tonë. Vinit na kërkoni këtë, nuk keni kushtet për të pasur pranimin tonë. Le ta hetojnë deri në fund Belinda Ballogun. Dhe le ta ulin në gjyq për akuzën e pavarësisë në tendera të para 6 viteve, për cilën i kanë dispozicion të tëra çfarë u duhet, por të mos fyen inteligjencën tonë duke na thënë që ajo rrezikon t'ju prish provat. Provat s'u rrezikonte as kur ishte ministre, se provat janë të para 6 viteve. Sot që është thjesht deputete as që s'bëhet fjalë. Sepse po të shikosh gjithë kërkesën, ajo është kryet put kërkesë që lidhet me rolin e ministres, në mos gabohen. Pastaj gjykatat vendos si ta shoh të arsyeshme, është absolutisht pushtet i pavarur. Ky është pozicioni ynë, pikë. Ideja se hajt më këta janë gjithë njësoj,
edhe po s'pati prova për këtë që po themi kush e di sa të tjera kanë bërë që ne si dim, prandaj kur bie lapsi let bjerë, e pastaj generali, oficeri, ushtari, kush të dali, mjafton që t'jetë i frontit armik. Për ata që merren me politik, fronti armik është partia tjetër. Për ata të tjerë që s'merren me politik, fronti armik është e gjithë politika. Po kjo është një ide që e ushqen ose deformimi nga komunizmi në trurin e mëdvjetërve, ose jehona e mlefit përgjithshëm në boshllëkun që ka truri më trimbe. Është një zonë atje që jehon, kthehet zëri mbrapsht. Po mua s'më intereson fare. Ç'a thon, apo do thon ata që s'duan, apo që më duan të vdekur mua bashkë me ju dhe Partinë Socialiste. U bë kohë që më ngjallin vetëm keqardhje për njerëzit që dëgjojnë, akoma, po më shumë akoma më ngjallin keqardhje për tokën që detyrohet t'i mbaj mbi shpinë. Kur shoh bulevardin Çamban, e shoh me keqardhje tokën ku janë shtruar do pllaka. Po, c'est la vie. Ju e kam thënë dhe herë tjetër, unë nuk kam më asgjë për t'i provuar vetes time. Kam hequr çdo lloj meraku që ka normalisht njeriu, e kam provuar veten në çdo nivel, qoftë si njeri në arenën politike këtu, qoftë si shqiptar në arenën ndërkombëtare. Tu jam akoma për të dhënë gjithçka që kam brenda vetes, që bashkë me ju të mos lejoj që Shqipëria të humbas mundësinë e jashtëzakonshme historike, të cilën e kemi krijuar me shumë mund, me shumë durim, po dhe na është krijuar nga rrethanat e reja gjeopolitike të kontinentit për të bërë brenda kësaj dekade vend antar i Bashkimit Evropian. Duan apo s'duan ata që s'duan, ne po bëjmë histori. Shqipëria e sotme është një Shqipëri tjetër nga ajo një dekade më parë. Prandaj është tetë e rëndësishme që të mos e humbim për asnjë çast nga syt këtë të vërtetë. Dhe ne nuk na lejohet të bien pre presionit përditshëm të 700 tenxhereve, po jemi detyruar ta bëjmë historinë deri në fund. Me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Prandaj është tetë e rëndësishme po ashtu që të mos e harrojmë për asnjë çast edhe të vërtetën se pa Partinë Socialiste, si një skuadër në formë, që duhet jetë në formë për çdo ndeshje, si skuadër, me strategji të qartë, me angazhim të madh kolektiv, me disiplinë të fortë në udhëheqjen e vendit, Shqipëria jo që nuk e arrin dot majën për ku po ngjitet hap pas hapi, po mund të kthehet mbrapa sa hapen mbyll syt. Shumica dërmuese shqiptarëve e din shumë mirë këtë. Prandaj na votojnë masivisht, jo se nuk i shohin të metat tona, jo se na i falin, po i gëlltisin gabimet tona, por ama din këtë. Pavarësisht se si e keq lexojnë votën e tyre, gjysmë analfabetet politik të frontit të kundërshtarëve tanë të mosozotshëm. Shumica dërmuese shqiptarëve din shumë mirë edhe një gjë tjetër, se ne dhe vetëm ne jemi garantët e pavarësisë së drejtësisë. Dhe edhe sot, konkretisht, me mënyrën si po i qasemi kërkesës për të autorizuar arrestin e një deputete, ne po e provojmë katërcipërisht edhe këtë. Po, katërcipërisht. Sepse unë fola gjatë deri këtu, por as ju dhe as kush
që ka arritur dëgjoj ato që kam thënë deri tani, jo ato që ka dashur vetë të dëgjoj, nuk keni dëgjuar asnjë llaf që të lëndoj autoritetin e prokurorit, që të hedh poshtë motivin e hetimit, që të bëj avokatinë e Belinda Ballukut lidhur me çështjen, e lëre pastaj që të angazhoj këtë fuqi të madhe që merr përpara të madhe të vogël, mjafton ta vendos për t'i vendosur përballë prokurorëve një mur me presion. Zero. Sepse unë respektoj plotësisht pavarësinë e prokurorit. Të drejtën e prokurorisë që tetoi edhe një bashkëpunëtor të ngushtë, si dhe respektoj detyrën time që në asnjë mënyrë të mos bëhem avokati i saj. Kështu që unë e falenderoj sot Belindën për punën e madhe që bërin detyrat që i besova për 6 vjet me radhë, dhe i uroj fatin që meriton, cili do qoftë fati që meriton, në betejën ligjore, për cilën do të ketë në krah vetëm avokatët e saj. Dhe i kërkoj ndjes për refuzimet e përsëritura të 3 dorëheqjeve të veta, të cilat pavarësisht interesit saj, apo edhe pikpamjes disa shokëve këtu për të lehtësuar presionin mbi të apo mbi ne, i kam refuzuar pikërisht dhe vetëm sepse drejtësia, pushteti i pavarur gjyqësor u kuturis, pa ose me dashje, këtë do ta mësojmë dhe jeni sigurt që po e mësova do t'ja u tregoj, në territorin e pavarësisë së pushtetit të pavarur ekzekutiv dhe legjislativ. Pushteti këtu buron nga vota e popullit. Dhe kjo për mua ishte dhe do jetë e patolerueshme sa t'jem unë këtu në këtë detyrë. Të dashur deputete, besoj isha po aq i qartë sa që është i qartë dhe raporti i Këshillit të Mandateve, shkruar nga pala jon, po besoj që dhe në raportin tjetër të palës tjetër, i keni të gjitha argumentat pse kërkesa rrëzohet. Faleminderit. Faleminderit, kryetar.